Institucionet e drejtësisë nga rajoni janë bërë bashkë në Tiranë për konferencën Shërbimet e inspektimit të drejtësisë dhe sfidat e integrimit për të shkëmbyer përvoja, për të trajtuar sfida që lidhen me integritetin gjyqësor dhe për të diskutuar mbi rolin e tyre në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Në fjalën e tij në konferencë, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani tha se pavarësia dhe përgjegjshmëria e magjistratëve janë element thelbësor për një drejtësi efikase dhe besueshmëri publike. Forcimi i shtetit të së drejtës një themelin e shoqërisë demokratike, por edhe si dimension i rëndësishëm prezantues i secilit vend në kuadër procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Janë prioriteti përbashkët i secilit prej nesh. Sot të gjitha vendet duhet të shtojnë përpjekje për forcimin e kësaj pavarësie, por nga ana tjetër edhe rritjen e efikasitetit dhe përgjegjshmërisë së organeve të sistemit drejtësisë, sepse të dyja nuk mund të ecin përveç se bashkë. Sa më i përgjegjshëm një magjistrat, aq më i garantuar është qytetari për drejtat e veta. Sa më i pavarur magjistrati, aq më demokratikisht ecën shoqëria. Por dhe standardi i sistemit funksional llogaridhënës së magjistratëve e bën drejtësinë më eficiente. Në këtë kuadër, gjetja e balancës midis interesit publik për administrimin e drejtësisë nga një anë dhe pavarësisë magjistratëve nga ana tjetër, mbetet një sfidë permanente sepse pavarësia e magjistratëve dhe përgjegjshmëria e tyre janë vlera dinamike. Zhvillimet shoqërore sillen padyshim edhe transformimet shoqërore dhe ekonomike. Dhe raporti pavarësi-përgjegjshmëri mbetet përherë sfidë profesionale dhe institucionale. Me këtë mendim shpresoj që të gjithë ne të gjejmë rrugën e duhur për të vendosur një komunikim profesional dhe institucional dhe bashkëpunuar duke identifikuar mundësitë e shkëmbimit të përvojave të njëri tjetrit. Konferenca do të vazhdojë edhe të premten duke bërë bashkë përfaqësues nga Beogradi, Podgorica, Prishtina, Sarajeva, Shkupi dhe Tirana për të diskutuar mbi përvojat, sfidat dhe perspektivat e inspektimit të drejtësisë në kontekstin e integrimit evropian.